Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kapitulli i dytë, të cilin e ka përmend Nawawi rahimahullah në librin e tij Riyadhus Salihin, është kapitulli i pendimit, Kitabu Tauba ose Babu Tauba. Ky kapitull vjen pas kapitullit të sinqeritetit dhe ka të bëjë me tauben. Dhe aty ka përmend disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasim për këtë temë. Çka do të thonë fjala tauba në aspektin gjuhësor dhe në aspektin shariatik ose në aspektin fetar, dhe cilat janë kushtet e taubes. Në të vërtetë kushtet e taubes vetë Imam Nawawi i ka përmend në këtë kapitull. Në fillim të kapitullit ka përmend se tauba është vajibe, pastaj ka përmend kushtet e taubes. Se kjo është metodologjia e Nawawit rahimahullah në këtë libër. Nganjëherë përmend ajete ose në shumicën e rasteve përmend ajete, pastaj pasojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka nevojë për sqarim të fjalëve të panjohura, i sqaron ato fjalë panjohura, mirë po ka nevojë për sqarim edhe të temës në përgjithësi, duke i përmend disa çështje të rëndësishme, i sqaron ato qoftë në fillim, qoftë në fund. Ktu i ka përmend kushtet e taubes në fillim të kapitullit të taubes. Mirë po, çka do të thonë fjala taube dhe a kemi nevojë na të gjithë pa përjashtim për taube? Për arsye se një pjesë e njerëzve nëse dëgjon, thonë për veten e tyre se unë nuk di që kam bën ndonjë gabim me qëllim. Bile frikë së shpejti, do të thonë pak më dje ose pa dje, vetëm ka rastis mund me dëgju xhamatli, i cili thotë unë nuk di që kam bën ndonjë gabim, ndonjë gjunah gjatë jetës time, ishte një plag, do të thonë me qëllim. Pra, ka keqkuptime të ndryshme rreth taubes. Për këtë arsye ka nevojë njeriu që me ditë disa çështje elementare dhe me ditë esencën e taubes. Sa do të thonë fjala taube? Fjala taube pe tabe yatubu tauban wa taubatan e ka kuptimin gjuhësor që për diçka që kthehet, rikthehet ose edhe ka kuptimin e keqardhjes edhe të bërjes peshman. Ky është kuptimi etimologjik ose gjuhësor. Ndërsa se përket kuptimin terminologjik, disa prej dietarëve kanë përkufizuar kështu. Ka thënë terku dhanb ilman bi qubhihi. Me baktis, me lon gjunahun, duke ditur ndyrsinë e tij. Duke ditur se ajo është i ndyr. Edhe kjo është një nga kuptimeve të asaj që ka përmend Ghazaliu në një nga librave të tij. Padyshim se ai ka marrë edhe prej atyre të mëhershmeve, domethënë se taubja duhet me përmbajt edhe ata dijen rreth asaj se çka konsiderohet gjuna, edhe se gjuna është e ndyr. Dhe se gjuna është e ndyr për arsye se është kundërshtim i urdhnit të Allahut azza wa jall. Pra terku dhanbi ilman bi qubhihi. Praktisa gjuna duke ditur fillimisht ndyrsinë e gjunahit, wa nadman ala fi'lihi, duke ndier keqardhje, wa azman ala alla yauda ilayhi idha qadir, dhe duke u bërë peshman për veprimin e tij dhe me vendosmëri për mos më kthyen atë, nëse i vjen mundësia më u kthy, domethënë ka vendosmërinë që kur më mos më kthyen atë. Pra këtu janë shkurtimisht edhe ato kushtet e pendimit, po kështu ka ardhur ai definicioni tek disa prej dietarëve. Dhe pastaj është përmend ikhlasan lillah wa raja'an li thawabihi wa khawfan min 'iqabihi wa an yakuna dhalika qabla al-gharghara wa qabla tulu'i ash-shamsi min maghribiha. Të gjitha këtu nëse i bën për hir të Allahut azza wa jall me shpresë në shpërblimin e tij dhe me frikë nga dënimi i tij, dhe kjo të jetë para gargares, para daljes së shpirtit dhe para lindjes së diellit nga perëndimi. Kjo është, domethënë, realiteti i taubes, dhe këto që janë përmendur këtu në të vërtetë janë kushtet e pendimit. Për këtë arsye edhe vetë Nawawi rahimahullah në fillim të kapitullit ka përmendur edhe kushtet e pendimit. Nëse marrim kushtin e parë që e ka përmend, do të thonë ose na mund me përmend ato pak që është përmendur në këtë definicion që ka ardhur pak më vonë, mirë po do ta përmendur në fillim për arsye se kjo ka rëndësi të veçantë.
është që pendimi për kushteve të pendimit të sinqert është që ky pendim të jetë vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall, jo për diçka tjetër, jo për dunja ose më vështirë para të tjerëve ose për ndonjë interes material. Dhe shkaku pra që e shtyn njeriu me u pendu, duhet me konë madhërimi i Allahut Azza wa Jall, frika ndaj Allahut Azza wa Jall, shpërblimit të Allahut Azza wa Jall ose shpresa në shpërblimin e Allahut Azza wa Jall, frika nga dëshkimi i Allahut Azza wa Jall për shkak të bërjes së këtij gjinoje. Sepse mundet me ndodh pendimi edhe për diçka tjetër. Mundet me ndodh pendimi edhe për diçka tjetër ose për sy fasi, për arsye se domethënë do më paraqit kinë se është njeri i mirë, kinë se është njeri i devotshëm edhe më thon tash unë u bëra njeri i devotshëm, i lash gjinohet, i praktisa gjinohet, u bëra njeri i devotshëm, ose ndoshta edhe sepse këtë ndoshta ja kërkon bashkëshorti atina, ose gruaja atina, ja kërkon që ai nëse dëshiron me jetu me atë gru, edhe ky është don ato, edhe domethënë simpatizon atë grua, është ajo i thotë se nuk muna me nejt me ty në këtë gjendje, ti je që pin droge, je që bën të gjitha gjinohet, prandaj duhet me i braktis këto. Atëherë ky për me mbet me këtë grua, atëherë mundohet që me u largu, ose largohet në të vërtetë. Ose ai tjetër për shembull i cili pendohet për arsye se është interesi i tij shëndetësor për me u pendu. Për shembull dikush i cili pin alkool dhe i thuat atij se e ke rrezik mëlçin tonë që mundesh me arrit deri te cirroza e mëlçisë ose kemë pas problem për shembull me mushkritë tua se është afër mund të shfaq kanceri dhe ai e lën duhonin. Ai e lën duhonin. Domethënë jo për hir të Allahut Azza wa Jall dhe jo duke konsideruar këto si gjuna, mirë po për shkak të interesit të tina shëndetësor ose edhe material. Ose ai tjetri për shembull i cili për shembull dëshiron me pendu dhe merret ndoshta edhe me ngacmimin e femrave të ndryshme dhe është në një punë e cila ka një pozitë aty, ndoshta edhe punë e cila është në një situacion të caktuar dhe ka aty rregulla strikte që kush bën këtë veprim për shembull mundet të përjashtu prej punës dhe e nxojnë me kamerë, ose i regjistrojnë ato dhe pastaj ky e lën ato për shkak se dëshiron me rujt punën e tij. Domethënë ka mënyra të ndryshme të njerëzve të cilët i braktisin gjinohet, i braktisin shkelje të ndryshme, jo për hir të Allahut Azza wa Jall, po për gjëra të tjera. Atëherë a vlen ky pendim, a vlen kjo që ky domethënë është pendu? Jo. Domethënë për arsye se nuk e ka bërë për hir të Allahut Azza wa Jall. E dytë, kushti i dytë është me u largu me braktis me katin, sepse ai i cili thotë se jam penduar, thotë astaghfirullah, kurse një pjesë e njerëzve thonë me fjalët e tyre astaghfirullah dhe mendojnë se kështu bëhet pendimi, atëherë në të vërtetë nuk janë ata të cilët janë penduar sinqerisht Allah Azza wa Jall, sepse pendimi kërkon që me u braktis, me braktisë, me lëna gjuna, mos me vepruar gjuna. Edhe kjo, domethënë dietarët e kanë përmend duke mbështetur në citate të ndryshme. E treta është keqardhja, ose pendesa e zemrës. Domethënë me ndi keqardhje për bërjen atij në gjinohe. Jo që dikush për shembull dëshiron me pendu edhe fillimisht nuk ka keqardhje. Dikush tash mund të thonë, po unë nuk po ndi keqardhje, ndoshta e di që është keq, po në vetveten time nuk po ndi ndonjë keqardhje. Nëse dikush nuk e ndin keqardhjen, duhet më mundu që domethënë me arrit me ndiket keqardhjen në zemrën e tij. Dhe kjo mundet me u kultivu këtë keqardhje në zemrën e tij, nëse ky njeri domethënë e njeh Allahun Azza wa Jall, e njeh madhërinë e Allahut Azza wa Jall, edhe i frikohet dënimit të tina, domethënë e kultivon edhe më shumë, kultivon ato të cilat shkaktojnë madhërimin e Allahut Azza wa Jall, pa dhe frikën e Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo pastaj shkakton tek ai që me ditë kujna pi bën gjuna, kujna e ka bëu gjuna dhe çfarë pasojë ka ai gjuna. Nëse marrin për shembull në jetën e përditshme, disa çështje ndoshta i përmendur mirë, po nëse e marrin në jetën e përditshme, nëse dikush për shembull ndoshta kur të bën ndonjë gjuna të caktuar, ndoshta atina më ju duk që ndihen kënaqësi. Mirë, po në momentin kur e kupton në diçka tjetër se është duke ndodhur, ai menjëherë mundet me ndi atë keqardhjen, spaku keqardhjen e mund ndi shumë i turprum. Për shembull, nëse një njeri, naudhu billah, bën zina, është duke bërë zina me një grua,
ja, do të thonë është duke kryer marrëdhënie jashtëmartësore me dikë. Dhe në një moment të caktuar, për shembull, e vren se dikush është duke incizuar me kamerë, ose i kallëzohet atij në mas e ka kry atë gjëna se i e incizuar edhe kanë incizuar edhe kanë me tregu këtë incizim ose familjes tonë ose aty në të kompanisë ose kanë me qitë në për rrjetet sociale dhe kimo vret që ti je ai personi, ndërsa ai personi u mundu vazhdimisht me rujt atë farë ftyrën e tij. Është mundu me ndi atë me rujt atë farë ftyrën e tij ose turpin e tij dhe me rujt atë farë pozitën e tij në shoqëri. Ky në moment caktuar ka mendi keqardhë shumë të madhe. Ka mendi keqardhë tepër të madhe. Domethënë ka kush nga frika njerëzve ose nga frika se mos pe bie pozita atina personi. Pra, në jetën e përditshme, njerëzit mund me ndi, edhe pse ndoshta në një periudhë caktuar ose ka ndoshta njerëzit mund me arrit atë nivelin që edhe në kësaj rasti mos më nik keqardhë. Kjo është masanej naudhu billah, është një formë shumë e keqe edhe rrezikshme, domethënë e hupjes së turpit edhe mosndjerjes së asaj atina gjunohet. Qoftë edhe para njerëzve për shembull, qoftë edhe para njerëzve. Mirë po, njeriu gjithsesi do të mendi keqardhën. Do të mendi keqardhën, e në qoftë se thot për veten e tij se nuk po ndi, atëherë duhet me kultivu këta, duhet me vepru disa çështje të cilat ndikojnë që atina më ushtu keqardhë ose me ndi spaku ai keqardhën para gjuna që ka bëu. Spaku të me di se çka është gjuna. Është gjuna, s'është gjuna, masanej kujna ka bëu gjuna me ditë madhrinë Allahu azza wa jall këtu me radh dhe i përmendëm disa prej çështjeve që njeriu aki edhe në jetën e përditshme mundet me një keqardhë caktuar kur atina i cënohet ajo pozita atina në shoqëri ose edhe është për atyne të cilëve për shembull është rrezik me hub punën për shkak të asaj pune që ka bë. Për shkak të asaj pune që ka bë. E treta ose e katërta, me vendosmëria mos më kthy kur më në atë gjëna. Domethënë këto janë të njoftura me menje për një pjesë të madhe, mirë po duhet me rukujtu për arsye se shumë prej njerëzve kur dëshirojnë me u pendu, thonë u pendova, pastaj vazhdojnë atë gjëna, spaku, domethënë ose vazhdojnë atë gjëna ose kur të lojnë atë gjëna mendojnë mas një kohë caktuar për shembull nuk rikthy edhe një herë. Ky vërtet nuk është pendu, nuk është pendu tek Allahu azza wa jall. Nuk është pendu tek Allahu azza wa jall për arsye se mas një kohë ka llogari që ndoshta kthehet në një periudhë caktuar, s'ka mujt me bëj gjëna për shkak të njerëzve, për shkak pozitës, mirë po mendon mas një kohë caktuar që me u kthy. Ky person i cili ka mendos që mos më bëj më gjëna, mund të mendojë që mas një kohë ndoshta më mashtruaj shejtani, edhe më kthy edhe më bëj gjëna. A vjen kjo në kundërshtim me ato se domethënë është pendu dhe ai vlen ky vendim i tina, e themi se pendimi i tina është i vlefshëm për arsye se ai ka vendos me zemrën vendosje domethënë të prerë që mos më kthyja në gjëna. Mirë po fakti që ka mujt shejtani, ka mposh shejtani. Atëherë kjo është një gjë që nuk mundet me shpëtu i biri Ademit. Edhe këtu e kemi atë hadithin e njoftër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë Allah azza wa jall adhnaba abdi dhanban fa qala Allahumma ighfir li dhanbi. Një rob ka bën një gjinaj dhe i ka thënë o Zot më fal gjinajin tim. Edhe Allah azza wa jall e ka fal. Mas niku ha pat u rikthyn atë gjinaj dhe pastaj u pendu përsëri edhe Allah azza wa jall e ka fal dhe në fund ka thënë Allah azza wa jall i'mal ma shi'ta faqad ghafartu lak. Veproç ka të du se të kanë falur ty. Nuk do të thonë që veproç ka të du është edhe vazhdoni gjuna. Mirë po, përderisa ki këtë gjendje që vendos mos më rikthy mora gjuna. Mirë po të mposh shejtani, ti përsëri pendohesh, përsëri të mposh, përsëri pendohesh, atëherë kjo është një gjë që mund të më ndodhë njeriu dhe nuk e cënon atë vlefshmërinë e pendimit. Edhe pe kushteve të pendimit, çush është përmend edhe në definicion është që të bëhet në kohën kur pranohet, e ajo është kohë, domethënë para se më ardh gargara ose para se më ardh agonia e vdekjes, se në momentin që kur vjen agonia e vdekjes atëherë nuk pranohet ai pendim dhe e dyta, domethënë që koha është që mos me kon në kohën kur pranohet pendimi para perëndimit ose para lindjes së diellit nga perëndimi.
e ju nga lindje. Do thonë për shenjat e kiametit është që në një periudhë të caktuar, kur të janë ato shenjat e mëdha të kiametit, atëherë Allah Azza wa Jall bën që me ndryshu shumë çështje në kozmos, e për aty në është që me lind dielli për perëndimit. Në këto momente të gjithë njerëzit kanë vërejt se Allahu Azza wa Jall është i vërtetë dhe se duhet gjithsesi me besu në Allahun Azza wa Jall dhe janë nisë me u punu, në këto momente nuk pranohet pendimi i tyre. Edhe kushti tjetër vetë Nawawi rahimahullah në fillim e ka përmend kushtin tjetër i cili lidhet me të drejtat e njerëzve, me hakun e njerëzve. E ajo është se nëse ekziston ndonjë gjëna që ka të bëjë me hakun e njerëzve, atëherë edhe ky do të më plotësoj për ndryshe, nuk mjafton vetëm ajo që ka mes të tina dhe Allahut Azza wa Jall, pendimin mes tina dhe Allahut Azza wa Jall, duke plotësuar kushtet që i përmendëm më herët, mirë po gjithsesi do të më plotësoj edhe kushtin e radhës. E këtu pastaj ka disa detajizime, sepse nëse mëkati i cili ka të bëjë me njerëzit, mundet me u rregullu, ose ajo padrejtësia, i zullum që i ka bëu tjerëve, mundet me u rregullu, atëherë mundet ky me e rregullu në forma të ndryshme. Për shembull, nëse ka vjedh pasonin, ose ka uzurpu pasonin, ose i ka shkaktuar dëm dikujt në një pasoni të caktuar, atëherë ja kompenzon atë pasoni, ose ja kthen gjësandin e vjedhur ose gjësandin e uzurpuar. Kjo është njëra prej atyre kushteve që do të më plotësoj. Dhe nëse nuk ka mundësi me rikthy atë gjësand që ka vjedhur, për shembull, atëherë ka për obligim me rikthy vlerën e sajna, vlerën e atina gjësandi. Po nëse është për atyre të cilat atyre gjinohave që kanë të bëjnë me hakun e tjerëve, mirë po ka të bëjnë me hakun moral, nëse mund të them, hakun moral. Për shembull, e ka shoh dikon, e ka ofendu dikon, ose ka bëu gibet dikon, ose ka shpif për dikon, atëherë dhe nuk mundet kjo me kompenzu, përveç se në disa raste, për shembull, për shpifjen që ja bën dikujt duke akuzuar me amoralitet, atëherë ka rregulla të caktuara, për shembull në gjykatë të cilat gjykon me Kur'anin dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë gjykatësi është ai i cili vendos dhe e jep dënimin e meritum dhe dënimin e caktuar që ka ardhur në fe që është përmend në surën An-Nur. Mirë po, nëse ka ndonjë gjykatësi i cili, domethënë i përbat rregullave të Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe gjykon me atë gjykim, atëherë kjo e shlyn atë gjinohen edhe e largon atë, domethënë hakun, e shlyn atë hakun që ka ndaj tjetrit. Mirë po nëse ka të bëjë me gibetin, atëherë dietarët kanë dhënë këtu sharime. Për arsye se gibeti nganjëherë kur dikush e ka bëu dikon gibet, nëse i kërkon halallëk atij, thonë i kërkon atina që më bëu halal. Atëherë ai personi tjetër ndoshta as nuk e ka idenë që ky e ka bëu gibet. Ndoshta kjo që vetë fjala e tij i tregon se e ka bëu gibet, ose ndoshta edhe e tregon se cili është shkaku ose ajo për cilën e ka bëu gibet, ndoshta mund me kriju urrëtie, armiqësi edhe më të madhe. Dhe kanë thonë se feja Allah Azza wa Jall nuk vjen që më kriju edhe më shumë armiqësi. Për këtë arsye, feja është kujdes që njerëzit me kon të dashur mes tyre, mos me kon për çam, mos me pas armiqësi mes tyre, mos me pas urrëtie mes tyre. E nëse dikush e ka bëu gibet dikon, ka përgoju dikon, dhe pastaj bëhet sebeb kjo fjalë e cila i thuhet personit që edhe më shumë nxit urrëtia dhe mirësi, atëherë më mirë është që mos më përmend. Nuk është mirë më përmend. Mirë po duhet me bë dua për atë person, disa kanë thonë edhe jep sadaka, disa kanë thonë edhe përmend për të mirë në ato mezhlise ku ka përmend për të keq. Mirë po nëse e din se ai personi nuk vjen rand për shembull, nëse thotë ku bëu gibet, edhe mos më sqaruat sebepin se ka bëu gibet, për arsye se vetë ka herë kur të merr vesh, kur të kupton se cili ka qenë sebepi që ai ka bëu gibet, cila ka ajo mangësia ose ai gjinohet se ajo mangësia e meta që për cilën ky ka bëu gibet, ajo vetiu që ajo vetëm kuptimi i asaj të metës mundet me zgjall me ngjall atë far armësinë edhe urrëtin, atëherë nëse ka mundësi vetëm i thonë të kom bëu gibet na bën halal, edhe ai e din petina që ja bën halal, atëherë kjo është e kërkuar. Nëse domethënë ai kërkon që më shumë me ditë sebepin, atëherë në këtë rast nuk e tregon sebepin sepse kjo mundet me shkaktu pra armësi. Pra, sa përket hakut të tjerëve, është
Kjo, domethënë që kanë përmend dietarët dhe vetë Nevawi rahimahullah ka përmend në fillim të librit të tij në Riyadhus Salihin duke sqaruar këtë. Pastaj çështja tjetër, cili është gjykimi për pendimin. Vetë Imam Nevawi ka thënë pendimi është vajib. Mirë, po këtu ka nevojë për detajizim. Për arsye se nganjëherë pendimi është vajib, nganjëherë është mustahab. Mustahab është i pëlqyeshëm, nuk është vajib. Kur konsiderohet vajib? Kur njeriu e ka bën ndonjë gjuna ose ka lënë ndonjë vajib. Pa marrë parasysh këto gjunahet kanë qenë gjunahet vogla apo gjunahet të mëdha. Nëse e ka bërë këtë gjuna, atëherë pendimi pe këtina gjunahe është vajib, është e obligueshëm. Edhe pendimi rreth asaj se, domethënë, ose që ka të bëjë me atë se e ka lënë ndonjë obligim, edhe kjo konsiderohet vajib. Mirë, po nganjëherë pendimi konsiderohet mustahab. Kur i ka lënë gjërat që janë mustahab ose i ka vepruar gjërat të cilat janë mekruh. Edhe këtu e kemi një rast interesant i cili dëshmon për këtë. Imran ibn Husajni radiallahu anhu, sahibi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jall e pa sprovuar me një smundje e cila ka zgjat 40 vite. Dhe ka bë sabër ka shumë. Në ato momente, në ato kohra derisa domethënë ka bë sabër, me lajket i kanë dhënë selam. I kanë pas zakon që me dhënë selam Imran ibn Husajnit. Mirë, po kur ka bë kej i këtiva që quhet kauterizim me zjarr, edhe pse kauterizimi me zjarr është mekruh, nuk është i ndaluar. Kauterizimi me zjarr në ato kohra tash edhe sot praktikohet në disa vende, është vend pjesë në këtë mjekësinë alternative, domethënë me një hekur e nxehtë, kur vendoset në vendin ku po dëm ose ku përlëngon prej tina, atëherë vendoset vetëm pakës hekur e nxehtë dhe pastaj ky ose largon dhëmjen ose e hiq atë smundjen. Kam pas zakon në kohërat e mëhershme me u shëru me kësi lloj mjekësie. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur disa prej haditheve të tij rreth kejet. Mirë, po një prej atyre haditheve ulai këteu kur ka treguar se kanë mihin në xhennet disa persona të cilët nuk kanë në llogarit. Domethënë pa llogari. Pa pas kurfar llogaria në mesin e tyre ka thonë ulai këteu, këta nuk veprojnë kësaj duke bërë kauterizim me zjarr. Mirë, po kanë thënë dietarë se keji në esencë ose në parim nuk është haram, po është mekruh. Mirë, po përderisa Imran ibn Husajni në momentin kur e ka vepruar këto, atëherë me lajket mos i kanë dhënë selam. Masani kur është pendu, atëherë përsëri me lajket i kanë dhënë selam. Kjo është pendim prej diçka që është mekruh. Pendimi pe diçka që është mekruh. Për këtë arsye, edhe njeriu mundet që më pendu pe gjërave të cilat i ka vepruar, të cilat janë kon mekruh, ose mos bërën e mustahabeve. Për shembull, dikush se fal vitrin me rregull, ose dikush tjetër tjetër i ikun këto 12 sunetet. Atëherë kur ja nis ose kur të vendos më pendu edhe me vendos që me fal rregullisht, edhe me u pendu për asaj në gjendjes tij në mëhershme, themi se ky pendim nuk është vajib, por është pendim mustahab. Pra kjo është sa i përket gjykimit të pendimit, se nganjëherë pendimi mund të qenë vajib, nganjëherë mund të qenë mustahab. Mirë, po edhe pendimi i këtij umeti dallon prej pendimit të umeteve të mëhershëm, se është më i lehtë, sepse pendimi i Bani Israil pendimi i Bani Israilve që ka përmend Allah azza wa jall në Kur'an ka qenë që ata kanë adhuru viçin dhe Allah azza wa jall ka kërkuar prej tyre me u pendu. Mi po ka qenë kaq pendim i vështirë. E kanë pas për detyrë që me vrojnë njëri tjetrin. Edhe kjo është llogarit pendim. Mirë, po në fenë nëse dikush në një periudhë caktuar për shembull ka qenë adhurues i varrëve ose adhurues i statujve se diçka, dependohet atëherë mjafton mestina mes Allahut azza wa jall theksimi i shahadetit edhe më pendu me braktisat gjuna që e ka bërë më herët. Prandaj pendimi i këtij umetit është më i lehtë se sa i umeteve tjera. Po kemi nevojë për pendim, e theksua pak a shumë. Dhe shumica për njerëzve e neglizhojnë çështjen e pendimit, e neglizhojnë çështjen e tobes. Spori mendojnë disa betyre se nuk bojnë gjunohe. Disa për njerëzve të thjeshtë mos së gjon mendojnë se nuk bojnë gjunohe.
Ata mas pari nuk e njohin vetveten e tyre, ose nuk e njohin tekstet, të cilat flasin për gjëra të caktuara për shembull. Për shembull, të marrim një shembull gibetin. Shumë prej njerëzve nuk dinë se çka është gibet, edhe në çka bëhet gibet. Ai mendon për shembull thotë, unë këto ja them edhe në arsye. Edhe këto ja them në arsye, po prapë edhe nëse e thu në arsye, nëse e thu pas syve, domethënë jo në prezencë tina, përsëri konsiderohet gibet. Ose për shembull dikush që ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija se për këtë gibetit, thotë se njerëzit e shfaqin gibetin në forma të ndryshme. Nganjëherë ka njerëz të cilët e shfaqin gibetin në formën që i dhimbë, domethënë duke u shtirë se për i dhimbet personi caktuar. Thotë më dhem filani, çish kish mujt kë më ndodh pe tina, e ndëgjova pe tina se ka ndodh kishte vepru kështu. Sigurisht me domethënë me ndi dhimbë për ta. Ose tjetër në formën e zemërimit, edhe xhelozisë për fenë Allahut Azza wa Jall. Thotë çish kish pas mundësi me ndodh pe filanit, edhe sikurse be ai pe kallzon, domethënë atë xhelozinë e tina për fenë Allahut Azza wa Jall. Mbrojtjen e fesë Allahut Azza wa Jall. Nena e përmend për të keq. Dikush në formën e pikëllimit, dikush në forma të ndryshme. Dhe njerëzit shumët nuk e dinë për shembull se gibeti mund me rrjedh kësaj edhe mund të ndodh kësaj. Pra shumica e njerëzve nuk e dinë, ose nuk e dinë gjendjen e tyre, ose nuk e dinë ato tekste që flasin për gjëra të ndryshme. Dhe për këtë arsye kanë mendim shumë të mirë për vetveten e tyre. Për shembull, nuk e hulumtojnë ato smundjet e zemrës. Njeriu është shumë lehtë mund të marrë në xhelozi ndaj tjetrit. Edhe këto smundjet e gjuhës që janë që shumica e njerëzve binden në to, pa përjashtim, dikush pak më pak, dikush pak më shumë. Dhe pastaj ka edhe këto njerëz të ndryshëm për shembull, të cilët ndoshta më shumë kujdesen ose më shumë dinë keqardhje, për disa ata që i konsiderojnë gjinohe, e që nëse e shikon ato, domethënë kategorinë e tina, ai konsideron dashka gjinah i vogël. Mirë po nuk di keqardhje për gjinohat më dhaja. Ka dikush për shembull për disa gjinohet të vogla, tash nuk i përmeni me emra, mirë po mund me di keqardhje edhe veten e tina me llogarit si munafik ose si një njeri shumë, domethënë jo fetar, i cili është njeri fasik kështu me radhë. Mirë po nuk e kushton vëmendje kësaj çështje së gjuhës. Çështjes së gjuhës, domethënë gibetit edhe çështjeve të tjera. Ato janë shumë të mëdha, janë gjinoha të mëdha. Ato të tjerat janë gjinoha të vogla. Për këtë arsye njerëzit kur thonë për veten e tyre dhe kanë mendim të mirë për veten e tyre, ose nuk e njohin veten, ose nuk e njohin veten e tyre, ose nuk e njohin ato tekste që kallëzojnë për shembull se filan vepra, filan fjala është për gjinohave. Dhe për këtë arsye njeriu ka nevojë për më pendu. Ka nevojë më pendu për arsye se mas pari nganjëherë mundet me vepru diçka që ka i ikati, mirë po i vepron ai qëllimisht, po pa e ditë, pa hulumtu se është një gjina i tillë, është gjina, po nuk është gjina, është shkelje, është shkelje. Pastaj edhe njeriu kur të vështron gjendjen e tina, kur të vështron gjendjen e trina, e kupton se gjendja e tina është mes të begatisë që ka dhënë Allahu Azza wa Jall dhe në mes të gjinohave që i bën ai. Begatisë që do të me falendru njeriu Allahun Azza wa Jall për ato begati. E sa njerëzit nuk e falendrojnë Allahun Azza wa Jall për begatitë e shumta. Nuk e falendrojnë. Sot për shembull nëse në jetën e përditshme dikush vazhdimisht po të jep para, edhe ti asnjëherë ose shumë rrallë falendron, ai ka më të konsideru se jeti bukëpërmis, që nuk e din vlerën e tij, se ai vazhdimisht të jep. Pra, në jetën e përditshme kësaj. Po Allahu Azza wa Jall neve na begaton me begatitë pa numërta, edhe na harrojmë me falendru Allahun Azza wa Jall. Harrojmë me falendru Allahun Azza wa Jall, ose për shembull bëjmë këto gjinohe që cilat i përmendëm, të cilat janë gjinohe që njëri nuk mundet me vërejt. Ose s'paku mundet me përmend këtë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin e Buhari dhe Muslim nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kutiba ala ibn Adam nasibuhu min az-zina, mudrikun dhalika la mahala. Fal aynani zinahuma an-nadhr, والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. Abu Huraira tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allah Azza wa Jalla ka shkruar birit Ademit pjesën e tina të zinos, e cila patjetër ka me godit, patjetër ka me gjet. Syri, zinaja e syrit është shikimi.
Zinaja e gjuhës është të folërit. Domethënë zinaja e dorës është prekja, zinaja e këmbës është me shku në haram. Dhe thot shpirti ose zemra dëshiron dhe lafon, ndërsa organi gjenetal është ai i cili aprovon të gjitha këto ose i përgënjeshtron. Domethënë spaku njeriu që mundet me e vrejt në vetveten e tij, domethënë këto gjinoha të cilat janë përmend në këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Janë përmend në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye njeriu duhet me hulumtu gjendjen e tij dhe pastaj me kuptu se ka nevojë të madh për istighfar, ka nevojë të madh për pendim te Allah azza wa jall, më kthy te Allah azza wa jall, nga se gjinohat janë që arresojnë zemrën, ndërsa pendimi është i cili i jap dritë, edhe largon ato pikat e zeza, ato gjurmët e zeza. Dhe sepse kjo është përmend në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë arsye, pra njerëzit duhet me shpejtu, mas pari duhet me kuptu çka është pendimi, çka në kupton. Masanej që kanë përmend dietarët edhe duhet me ditë për çfarë gjinohe mu pendu. Sepse ti nuk mundesh me pendu për diçka që ti nuk e din a është gjina apo është gjina. Pra duhet me pas ditori. Për këtë arsye disa dietarë thonë se edhe përderisa pendimi për gjinohave është farz, pendimi për gjinohave është farz, ti ki për obligim me kuptu se çka konsiderohet gjina dhe çka nuk konsiderohet gjina. Për arsye se nuk mundesh me arrit më u largu nëse pa dije, pa pas dije, duke qenë një ignorancë mundesh me kuptu për shembull se ç'kjo është gjina, prandaj duhet më largu pe këtina gjinohe. Dhe për këtë arsye duhet me pas spaku dije rreth gjinohave edhe kategoritë e gjinohave. Këto janë disa çështje që kanë të bëjnë me pendimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.